në dorë? Qoftë ndoshta gjatë një klasifikimi, ose që e ke pa? A të regoj që e kom pas dorë, a që ekziston në botë? Të dyat, do të më interesanin. Në dorë, për që ta me ndoj shpejt. Nuk e dia, a ishte aj 9 karatve. Ma herët e patëm në fotografia, kjo? Po, kjo, mirë po nuk më kujtohet saksisht çmimi, po kjo e ka kualitetin VS2, që do me thonë e ka kualitetin shumë të mirë, dhe ngjyrën e ka afër ma të mirave, edhe është 9 karat, gati 10 karat, është shumë i madhë. Pra, afërsisht sa i bie që mundet me qenë në Nuk këtë e di klasifikim? saksisht, po e di që u konë të 100 e më lartë. 100.000 e më lartë? Po. Okej. Që si shpime jo. Okej. A i më i shtrejnë që ekziston, që po më thu? Diamantat më... Se vrejet, se daluat ma i shtrejt, është për shkak sa më i rollë që është. Diamantat më të rollë në botë janë ato me ngjyrën pink. Pink? Po. Edhe tash, sidomos para disa viteve, është mbyll miniera që është në Australi, e cila ka prodhu, po mirë mu i me thonë në tokë, për 3 miliarda vite, ka prodhu, është ku në njoftën, Argyle Mine thire në Australi, është ku në njoftën për diamanta pink, mirë po është mbyll, ndërkaq, diamanti pink, më i famshme, thiret Star Pink, më i famshme në botë, ajo është zbulu në vitin 1999, është 59.6 karat, i madhë, po, edhe në ankant është shqit mbi $70 milion. Mbi $70 milion? Kush e ka blej, moj? Në Hong Kong e ka blej dikosh. Po, interesant. Ase nëse kom dite, pa ta mësu vonë para një kohë. Ndërkaq diamanti më i madh që është zbulu në minierë në Afrikë të Jugut, ai ka qenë 3.000 e diçka karat, mos foli diçka gabim. Ai është zbulu në vitin 1905, edhe i takon familjes angleze mbretërore,